Sa ishin shpenzimet tuaja gjatë kësaj fushate? Se kemi bërë akoma bilancin, po kemi marrë $8.000 nga KQZ-ja vetëm për zgjedhjet. Kemi angazhuar një pjesë të buxhetit që na jep KQZ-ja vjetor dhe shpenzime personale që ne kemi bërë. Kjo është për sa i përket nismës, pra nismës turje. Pastaj Shqipëria bëhet ka pas shpenzimet vetë. Pas ke bërë si Gjirokastrit? Lërë mos se nga ana e mames jam nga Gjirokastri. Jemi goxha të kujtesëm. Plus dhe pano Gjirokastrit puro, kështu që. E ke pyetur ndonjëherë Adriatik Lapajn se ku i ka gjetur parat për takimet që ka zhvilluar, sepse takimet që ka bërë ai sidomos diaspor kanë goxha shpenzime? Nuk e kam pyet, por kam qenë vetë në një nga këto takime në Londër, edhe e kam parë që kishte shumë shqiptarë që ishin atje që ishin gatshëm të mbulonin shpenzimet. Dikush sallën, dikush njerëzit, dikush sillte ujin. Pra nuk është e pamundur që një pjesë e shpenzimeve të jetë mbulur nga. Ta dija unë që të mbështesni kështu financiarisht kisha hapur parti, nuk merresha me emision fare. Ta kisha ditë dhe unë do ta kisha nisur më herë në diasporë. Ja që aty eci.